Të ndeshja me Turqinë është një send interesant që për herë të parë patriotat e Kosovës edhe filosërbët ose edhe agjentat e Serbisë kanë me qenë në një kamp. Patriotat e Kosovës natyrisht kanë dëshirë që Kosova me fitu kundër Turqisë, kurse filosërbët domethënë kanë më gjuhë këtu, kanë me qenë më agresiv, më ekstremista se me ndjellë ndjenjen antiturke, sepse natyrisht Serbia do të luftue ndikimin e Turqisë në Kosovë, ndikimin e Turqisë si vend me aleat strategjik i Kosovës, edhe kështu që ata kanë me bë gjeste të cilat domethënë kanë me pas vështirë mu dallu tash pe patriotave, cilët janë normalisht përfitorën e Kosovës, edhe ata të cilët kanë me nëzit një urrejtje ndaj Turqisë. Që nuk është të panevojshme këtë rast. Jeni të se është diskutim shumë i rëndësishëm kjo, po uroj që të marrë të ngrahje. Kjo prandaj me ndeshin me Turqinë, vynë që qeveria e Kosovës, institucionet e Kosovës, policia e Kosovës, ministri Agim Ademi, tjerë me qenë jashtëzakonisht të kujdesshëm. Të vëmendshëm. Për shkak që mund të eskaloj diçka, është e vërtetë kjo. Me ikonografie tjetër që përveç flamurave të Kosovës, raportin me Turqinë e kemi shumë të mirë. Turqisë, mos me pas aty asnjë ikonografi tjetër sepse kjo është vetëm kuadër të agjenturave që dojnë e vërtetë. Domethënë, se një temë shumë e mirë në fakt, fatkeqësisht. Na jemi çaj populli që kemi dalë në rrugë dhe festu fitoren e Turqisë kundër Serbisë në basketbol në 2008 nëse më besmen dhe të tjerë në Eurobasket, nuk e di se në cilin vend në majtë. Edhe sot Erdogan pak të pat një deklaratë shumë të mirë. Kështu që nuk besoj që ka me pas mundësi edhe fuqi agjenturat e tjera. Uraj, se është pak e keqe, sidomos kur ndeshja zhvillohet në Kosovë dhe në fakt ne jemi ata që i presim Turqinë këtu, kështu që uroj që prap kombëtarja jonë të na bëj krenar, një temë shumë e mirë, shikues të nderuar, besoj që edhe ju keni pas nevojë për me diskutu pak për këtë pjesë, sepse realiteti jonë shqiptar është që kultura arti gjithmonë na bën krenar si popull. Në anën tjetër turprohemi që është ta besniku në aspektin e politikës, për shkak që nuk din mu marrë vesh shqiptari me shqiptarin për mi që përpara proceset.